E ka pyet Ibn Mesudin, cili është ajeti më i frikshëm për ty që më shumë të ty të bën muni jo mirë? Ka thonë ajetin surën Kaf. Ku Allahu xhallahu ala shka thot: "Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Thuaj, Allahu thot, thuaj, a doni t'ju tregoj për më të dështuarit, akhsarina a'mala, më të humburit, më të dështuarit. Kush është këta? Ata që mundi ju shkoj huq, e ata tanë kohën ka mënu se të fitu. Që kjo është? Tanë kohën ka mënu që joni mi pari, jem kampion, më kanë zjedh, më kanë livdu, më kanë bo, a i ka mënu që qështu? Por vrapim ka qenë në shtegu në gabuar. Ka qenë nga motivi gabuar, me qëllimet gabuara. E Allah o tha, e ledhine dalle sa'juhum. Kjo shika, dalle sa'juhum. I ka përna Allah Gjellar dy sane. Dalle, ja ka huq. Sa'juhum, angazhimi. Në angazhim ka pas, lodhe ka pas, vërpim ka pas, a i s'ka hup se ka najt, a i ka hup se ka punu. Se do njerës për shamë më thush, a dim pse s'ke ka në shku, pse flajshe, a në këvile ka flajt, ama kjo s'ka flajt, kjo ka vrapu, kjo që unë sabak, ka ngajt, vrapu atje, shka atje, u lodh, si kusë Allah thotë surë ngashje, u gjuhë një u me idhin nasiba, ftyrat e lodhra, transkapitrat dhe gjukimit, tas lanarën hamia, mirë po, fund e kanë gjëhnemin, Allah në rujtë. Andaj, nuk ka puna që i këtë dembel nuk onë, nuk ka puna që ka qenë neglijent, ka flet, jo, ka qenë shumë aktiv, mirë po, ka vrapu në shtegu në gabum, ka vrapu në shtegu në gabum.